3 vjet më parë, Shqipëria ishte një vend i refuzuar 3 herë me radhë në 3 vite rresht në përpjekjen për të marrë statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian. Një shtet i pareformuar, me një imazh të keq ndërkombëtar, me një kryeministër që kishte humbur çdo respekt ndërkombëtarisht dhe që prej disa vitesh nuk e qaste më askush në der, me një politikë të jashtme pas një peshë në rajon dhe lëre pastaj respekt në Europë. Rruga e integrimit evropian të Shqipërisë ishte kthyer në një të përpjet të rëshqitshme, ku çdo përpjekje për të hedhur një hap përpara bëhej një prapaktheu 2 hapa mbrapa. Agjenda e re reformiste e shumicës fituese të zgjedhjeve të qershorit 2013 ishte ajo që i hapi rrugën rimëkëmbjes së Shqipërisë edhe në sytë e familjes europiane dhe të komunitetit ndërkombëtar në tërësi. Dinamika e re e politikës sonë të jashtme i ka arritur në ndjeshëm kuotat e vlerësimit të Shqipërisë dhe urat e komunikimit dhe të bashkëpunimit ton rajonal e ndërkombëtar në nivelet më të larta janë sot më të fuqishme se asnjëherë më parë. Vendi ynë mori statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe sot, në harkun e vetëm 3 vjetëve qysh se kemi filluar të qeverisim, Shqipëria sapo ka marrë rekomandimin e Komisionit Evropian për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. 3 vjet më parë, kjo arritje kaq domethënëse në procesin e integrimit duke një mision i pamundur brenda mandatit ton të parë qeverisës. Agjenda jonë reformiste dhe betejë e paepur pas një vonese shumë vjeçare për çuar përpara reforma rrënjësore, të rënda dhe me kosto në çdo sektor, na ka dhënë të drejtë edhe ndërkombëtarisht. Komisioni Evropian e ka vlerësuar aq maksimalisht progresin e bërë përmes reformave në çdo fushë sa ka ndezur dritën jeshile për çeljen e negociatave për antarësim me Shqipërinë. Kazani i broçkullave që zihen për ditë me xhelisin ton politik e mediatik zhurmoi me të madhe për me dhe me kushtet që do t'i viheshin Shqipërisë. Madje shqiptarët dëgjuan pa pushim se deri dhe kanabisi do të ishte kusht për çeljen e negociatave. Zgjedhjet e ardhshme do të ishin kusht, një qeveri e re me një kryeministër tjetër do të ishte kusht. Edhe një herë ata që u refuzuan për 3 vite rresht, kur kërkonin thjesht statusin e kandidatit për Shqipërinë, thanë çfarë nuk thanë. Gënjyen dhe sajuan çfarë u dëshironte mendja e zemra e tyre që për fat keq vetëm çeljen e negociatave nuk donte. Sepse për ta Shqipëria është e mirë vetëm kur punët e tyre janë mirë dhe është e dashur vetëm kur i do ata në pushtet. Përndryshe, Shqipëria është për ta Kolumbi, kriminalitet, hajdutri, arrati, terrizi. Dhe siç e kanë zakon edhe një herë vetëm ajo gjë që lan pa thënë ishte e vërteta. E vërteta e thjeshtë që Shqipëria do të merrte rekomandimin pozitiv për çeljen e negociatave pa kushte dhe vetëm me mirëkuptimin krejt natyrshëm që deri në momentin e fillimit të punës në tryezat e negociatave të vazhdoj pa ndërprerje puna për zbatimin e reformës në drejtësi, konkretisht për vettingun e gjykatësve e të prokurorëve. Pra, e vetmja pikë e nënvizuar nga Komisioni Evropian si premisë e mirë kuptuar për të shkuar normalisht drejt fillimit të punës në tryezën e negociatave, quajeni dhe kusht po doni, është zbatimi i ligjit për vettingun. Por ama, s'do asmend as kalem që kjo premisë apo edhe kusht është në radhë parë premisa apo kushti i neve vetë në rrugën drejt Shqipërisë Europiane, të cilën e kemi zgjedhur, e kanë zgjedhur vetë shqiptarët 26 vjet më parë dhe nuk na e ka diktuar askush. Ashtu si kundër ne i kemi bërë dhe do t'i bëjmë 1 për 1 të gjitha reformat dhe detyrat e integrimit europian, jo se na i kërkon Brukseli, po se ua kemi borxh fëmijëve tanë, shqiptarëve të gjeneratës tjetër. Më lejoni t'ju shpjegoj se mes momentit kur jepet rekomandimi dhe uljes në tryezë për të hapur fashikujt e mëdhenj kapitujve të negociatave, ka si rregull një periudhë përgatitore ku vendi, çdo vend, jo vetëm duhet bëhet gati teknikisht me planin e punës, ekipin e negociatorëve dhe strukturat mbikëqyrëse e koordinuese të procesit, po edhe duhet të vijojë në ndërkohë të bëjë progres në çdo fushë. Kështu që s'ka pikë dyshimi tani më që Shqipëria do të çelë negociatat me Bashkimin Evropian
sapo e gjithë puna përgatitore të jetë kryer, ndërkohë ne të kemi vazhduar të japim provën e vijimit të progresit në çdo fushë, përfshirë dhe zbatimin e ligjit për vettingun pa asnjë diskutim. Po s'ka si të ketë më pikëdyshimi dhe që opozita jonë po na turpron të gjithëve në sytë e familjes europiane me broçkullën e saj për Kanabistanin dhe me stanin e lepujve që përfaqëson për fatin ton më të keq. Gjithashtu, po të shihet dhe eksperjenca e vendeve të tjera që kanë hyrë përpara nesh në këtë proces me Bashkimin Evropian, as nuk diskutohet që nënvizimi apo po të doni kushtëzimi i çeljes së siparit negociatave me progresin e mëtejshëm në ndërkohë dhe posaçërisht me zbatimin e ligjit për vettingun është diçka më se normale. Kush mund ta imagjinojë për shembull se negociatat do të mund të çelen normalisht nëse kur ekipet jenë gati për të urën në tavolinë, s'do ketë nisur ende zbatimi i ligjit vettingut. Askush me dy fije më në kokë nuk e imagjinon dot këtë apo jo. E din këtë edhe drishkurtrit që e kanë bllokuar përkohësisht vettingun me një kërkesë të turpshme për ta shpallur antikushtetues, por me sa duket dhe me një qëllim edhe më të turpshëm për të vonuar negociatat, për të vonuar drejtësinë. Por nga tjetër s'ka forcë arsye që ta pengoj Kazanin e broshkullat filloi të zihet tani më për ditë nga gënjeshtrat dhe sajesat e atyre që qëllimin e tyre kanë të shpallur botërisht prej 3 vjetësh, të çorodisin dhe mërzitin shqiptarët sa të munden, kudoherë dhe për çdo gjë, me shpresën që çorodia e mërzia do të bëhen vota kundër qeverisë. Me siguri do të thonë pa pushim që s'ka negociata. S'ka negociata me kanabis, s'ka negociata me këtë qeveri, s'ka negociata me Shqipërinë që kështu e me Shqipërinë që ashtu, e drejtë e di me çfarë e me sa, do thonë e do stërthonë, si gjithmonë, pa pushim, për t'i penguar shqiptarët t'i gëzohen një arritje jo të vogël si kjo dhe të shojnë me shpresë e besim dhe më të madh të ardhmen, që po ndërtojmë së bashku me reformat tona të vështira por transformuese. Ndërkohë as që diskutohet dhe që do të bëjnë çmosin për ta penguar jo vetëm zbatimin e ligjit për vettingun, që i tmerron siç tmerron Temjani djallin, po të çdo ligji të reformës drejtësi, e cila është alfa dhe omega e suksesit negociatave në 2 kapitujt e parë që do të hapen në tryezën e negocimit. Fatkeqësisht nuk kemi çfarë bëjmë. Kjo është opozita që kemi sot për sot. As e ndrojmë dot, as e gjejmë dhe zgjedhim dot një më të mirë se kjo që kemi. E vetmja gjë që mund, duhet dhe do të bëjmë është të vazhdojmë vendosmërisht në rrugën e vështirë për të rilindur Shqipërinë dhe për ta bërë sa më parë dhe mundur antare të Bashkimit Evropian. Dhe duhet ju them sot në këtë moment të shënuar historik në rrugën tonë drejt realizimit të ëndrrës së vjetër të Shqipërisë si gjithë Europa, se unë jam më i vetëdijshëm se kur që pavarësisht kësaj opozite, e cila HPR europiane ka vetëm vendlindjen. Ne vetë kemi shumë gjëra për të përmirësuar. Unë vetë në radhë parë kam shumë gjëra për të përmirësuar në kryerjen e kësaj detyre që e bëj me shumë pasion dhe me besnikëri të plot ndaj jush, por jo gjithnjë me cilësinë që aspiroj në çdo fjalë, në çdo veprim. Qeverisja po ashtu ka ende plot gjëra që duhen përmirësuar dhe kjo qeveri duhet bëj edhe më shumë për t'i përmirësuar gjërat. Në radhë parë duke u afruar më shumë shpirtërisht me të gjithë njerëzit, jo vetëm me votuesit tanë, dhe duke i shtyr edhe më fort përpara reformat. Ky moment i bukur dhe sfidues i marrjes së komandimit nga Komisioni Evropian më imponon dhe na imponon të gjithëve ne si qeveri dhe si shumicë, të shtrim dorën e bashkëpunimit dhe të kërkojmë ndihmë nga çdo qytetar, çdo komunitet, çdo bashki, çdo universitet, organizatë shoqërore dhe jo qeveritare për ta bërë Shqipërinë sa më të suksesshme në rrugën e re plot ambicie e vështirësi të mëdha që hapin negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Natyrisht edhe për opozitën dora është e shtrirë dhe mbase jo gjithçka është vetëm në dorën e saj. Kështu që do të reflektoj çfarë mund të bëj dhe mund të bëjmë ne vetë më shumë që ta ndihmojmë opozitën të futet në rolin e saj, të rikthehet në detyrën e saj, të rivendoset në vendin e lënë bosh prej 3 vjetësh. Sidoqoftë, le ta shijojmë këtë moment me vetdijen se nuk është arritja e madhe drejt destinacionit ku jemi nisur, po
një piknisje e re, plot shpresa e detyra të reja në rrugën e Shqipërisë së gjeneratës tjetër.